E shikoni këtë filmin këtu? Titullohet Supernatural. Është një film amerikan dhe flet për shtrigën shqiptare, pra shtrigën e trojeve shqiptare. Dhe sipas filmit, është mitologjia më e vjetër që ka lindur bashkë me njerëzimin. Kanë gjetur prova që gjende që në kohën e ilirëve, madje edhe më tej, në kohën e paganëve. Dhe në film thuhet që i përket trojeve shqiptare si legjend. Por çfarë bënte shtriga? Shtriga thithte shpirtin ose thithte energjinë e njerëzve, kryesisht të fëmijëve deri në moshën 11-12 vjeç, sepse kanë një energji të pastër dhe të fortë. Por jo vetëm kjo, por edhe gjatë gjumit kur bllokon njerëzit nga sipër. Pra kjo është shtriga sipas mitologjisë. Dhe tjetra, në film tregohet që pas shqiptarëve e morën edhe rumunët, pastaj bullgarët dhe pastaj edhe romakët. Pra legjenda më e vjetër e trojeve në botë, që thon amerikanët, është shqiptare. Shtriga. Ju çfarë mendimi keni?